Profeti Allahut Musa a.s. në një nga momentet më të vështira të jetës së tij, kur faraoni Tiran dhe ushtria e tij e ndiqnin, ndërsa shkaqet materiale të shpëtimit mungonin dhe shkaqet e shkatrimit ishin të pranishme, pra armiku ishte pas tyre dhe deti para tyre. Megjithatë, Musa a.s. betet i bindur në ndihmën e Allahut dhe i bindur se premtimi i tij nuk dështon. Kur dy grupet e pan njëri tjetrin, shokët e Musait thirrën me të vërtet na zun. Ai tha, kurse si, në të vërtet me mua është Zoti im, ai do të më tregoj rrugën. Dhe ne i shpallëm Musait, bjeri me shkopin tënd detit. Menjëherë deti u nda dhe çdo pjesë e tij u bë si mal i madh. Atëherë ne i afruam aty të tjerët. Musain dhe të gjithë ata që ishin me të i shpëtuam, kurse të tjerët i fundosëm. Padyshim në këtë ka shenja treguese, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Ky është besimi i paluhatshëm i pejgamberëve të Allahut. Në momentin që njeriu e llogarit se është i pashpresë, pejgamberët e Allahut kishin bindje të plotë në ndihmën e Allahut. Sa shumë kemi nevojë për këtë besim në ndihmën e Allahut për fenë dhe miqtë e tij, kur sprovat shtohen dhe armiqt i sulmojnë muslimanët me gjithë fuqinë e tyre. Sa shumë kemi nevojë për këtë besim kur shfaqet hipokrizia dhe munafikët forcohen me jo besimtarët, duke u përpjekur t'i largojnë muslimanët nga feja e tyre, herë me dyshime dhe herë me epshe e pasione, duke shpifur kundër bartësve të thirrjes së tauhidit dhe duke trilluar gënjeshtra ndaj tyre. Sa shumë kemi nevojë për besimin në fjalën e Zotit tonë të lartësuar. Ata dëshirojnë ta fikin dritën e Allahut me gojën e tyre, por Allahu e përsos dritën e vet, edhe nëse këtë gjë e urrejnë jo besimtarët. Allahu është ai që e ka dërguar të dërguarin e tij me udhëzimin dhe fenë së vërtetës, për ta ngritur atë më lart se të gjitha fejt, edhe nëse këtë nuk e pëlqejnë mushrikët.